Shkues të nderuar, jemi në shkollën Petër Petrović Njegosh në Stanishor, këtu ku gjatë ditës së sotme një qytetar ka refuzuar që të votoj pasi që materialet cilat i ishin ofruar atij për të shfrytzuar të drejtën e votës ishin dhënë në gjuhën serbe. Në fshatin Stanishor, e cila është pjesë e komunës së Novobërdës, pra ka popullsi edhe shqiptare edhe serbe. Qytetari kishte refuzuar që të votoj, meqense thoshte se nuk e merrte vesh edhe materialin i cili është dorëzuar, ndërsa menjëherë ishin njoftuar edhe ekipet e KQZ-s. Kallëzopikojm gjatë kohës sa ka qëndruar pranë Stanishor, pikërisht në këtë shkollë, në vendvotimin i cili ka filluar që nga ora 7 e mëngjesit, ka marrë vesh edhe se menjëherë pasi qytetari kishte treguar se ka probleme dhe nuk dëshiron që të votojë meqense materiali është dhënë në gjuhën serbe, janë njoftuar ekipet e KQZ-s dhe të njëjtit vetëm pak minuta më pas kanë ardhur dhe i kanë vendosur, por edhe kanë sjell edhe materialin në gjuhën shqipe. Pra siç mund të shihni, këto materiale të cilat janë krahme, janë materiale në gjuhën shqipe të KQZ-s, të cilat përmbajnë pra edhe rregullat se si duhet të votohet brenda një vendvotimi apo një qendre të votimit. Këto materiale 20 minuta pas asaj se çka ndodhi në Stanishor, pra në këtë shkollë, KQZ menjëherë pra i ka sjell këto materiale dhe janë vendosur ngjashëm se si janë vendosur edhe materialet e tjera në gjuhën serbe. Përveç këtij rasti, pra në këtë shkollë nuk ka pasur raste të tjera të cilat janë evidentuar, ka qenë qytetari i vetëm i cili e ka vërejtur këtë, pra ka vërejtur mungesën e materialeve në gjuhën shqipe dhe pasi ka ngritur si çështje menjëherë materialet kanë ardhur dhe janë vendosur në 2 vendvotime të cilat janë në këtë qendër të votimit, pra në shkollën në Stanishor. Në anën tjetër, pra edhe anëtarët e komisionit, por edhe menaxheri i komisionit ka thënë që jashta kamerës ka thënë që materialet nuk i pranon menaxheri i komisionit, pra që është në këtë qendër votime, ato janë sjell menjëherë pasi është bërë pra kërkesa nga ana e qytetarit që kjo shkollë pra të pajiset edhe me materiale në gjuhën shqipe, për shkak që pra në këtë fshat, cila është pjesë e komunës së Novobërdës, përveç qytetarëve serb, të drejtë vote kanë edhe qytetarë të nacionalitetit shqiptar.